Duke mbetur te pjesa e Partisë Socialiste që ju e përmendët edhe pak më parë, a mendoni se mund të ketë një lëvizje të eksponentëve brenda vetë Partisë Socialiste për t'i thënë Edi Ramës që kaq është boll, kaq është mjaft, dhe a shikoni figura si Erion Braçi apo Elisa Spiropali, e cila së fundmi u shkarkua edhe nga ministre e jashtme? Unë parashikoj që nëse largohet Rama ose kur të bie nga pushteti, do të bëhen më keq se zheljet. Më keq se PD-ja. Po pse çka kujton ti? Këta janë racë tjetër, shqiptar ta. Edhe aq më tepër që janë një nivel. A kaloi dashura nga këtej kështu? Ose ajo caka nga Poloja këtej. Ku ka aty? Po ti ishi partimi ditet, atë ku e çon ti? Ku e çon? Kush tha ty ti marrësh njerëz këtu? Si është? A ka një vullnet kolegjal? Parti politike janë mendime të organizuara. S'ka demokraci nga poshtë lart, e vran këta dy. Pa ka një lëvizje aktualisht brenda PS-s? Po ka pak kënaqësi, për momentin rrin urt. Sus, jo urt, po sus. E fjala urt nuk e meriton, fjala urt është fjala e madhe. Sus. Se vetëm Spiropali dhe Fatmir Xhafaj nuk ishin në seancë për të votuar pro mbrojtjes së Belinda Ballukut. Atje ka shumë që janë pak kënaqur, ju një personalisht, po zguxojnë, vjen rresh prap. Sus. Po së shalli këtu, shalli këta të tjerë të opozitës që janë shitur. Kur të hapen mirë letrat, do ta shihni mirë. Ta shihni mirë. Edhe si u shit ajo dosja e inceneratorëve dhe çfarë synua me të. Pra, këto pabesit janë që e shqetësojnë Ramën, nuk e shqetëson kundërshtarin. Por për momentin janë në krizë të dyja palët. Po i shohim që janë në krizë. Njerëzit PD janë të bindur që në këtë mënyrë nuk arrin dot kur në pushtet. Njerëzit PS janë të bindur që në këtë mënyrë s'mund shkohet më gjatë. Tani hajde kuptohet se kush është zgjidhja. Prandaj gjëja më e zgjuar që është serviru është të jetë një qeveri tampon minimumi një vit, unë jam për mendimin të jetë 2 vjet minimumi, me program të qartë 33 kapitujt për të plotësuar dhe për të bërë disa reforma dhe për të garantuar për herë të parë Shqipëri zgjedhje të lira të ndershme në një ambient të larg ndikimit direkt të krimit, të trafikut edhe killerave që kanë marrë pengë jetën shqiptare. Pra, një qeveri pune e pavarur nga dy partitë dhe mundësisht mos miratohet as për tyre. Po të ketë këshillësigurie dhe të tjerë. Dhe vetëm ajo mund t'i hapi rrugën Shqipërisë për në Europë shumë më shpejt se sa dërdollisin të gjithë politikanët e lartë bashkë. Unë këtë mendoj, është një zgjidhje juridike mbase e vetmja. Po sa i përket vetë Edi Ramës në raport me Bashkimin Evropian, çfarë po ndodh, sepse sa herë që ka krizë të brendshme apo sa herë që Vučić mund gjetet në vështirësi, Edi Rama jepi dorë atij teksa së fundmi në një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ata bën një propozim ndryshe për integrimin në Bashkimin Evropian, ndryshe nga sa kishte thënë Edi Rama deri dje për integrimin e vetë Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në BE sa i përket vitit 2030. Shiko, Europa ka synuar disa herë që për arsye gjeopolitike ta përshpejtojë. Ka dy mendime. Ta përshpejtojë antarësimin e Ballkanit Perëndimor on blok. Pra kjo pjesa jonë me musliman të ndërpresin ndikimet nga elementet islamik radikal që mund të kenë këtu, dhe pjesa tjetër që janë pjesa slave të ndërpresin ndikimet anti-europiane nga Rusia. E vetme gjë është, por njëkohësisht linje caktuar kërkojnë se s'mund shkosh tani gjermanët dhe francezët kanë qenë armiqt më të egër me njëri tjetrin, pa të kufirin atje Alsace, Lorraine edhe më poshtë
Reinhaldi që ka qenë, janë vrarë, janë therrë, edhe vjen puna, sot janë aleatë më të mëdhej, i marrin që me kohën e Mitterrandit dhe tjerë, kanë pas takime çdo 2 muaj me njëri tjetër dhe krijuan direkt mbas lufte edhe shoqërinë e madhe të Çelikut, të Gjymërburit e tjerë, ku është baza e tregut evropian dhe Europës. Tani shumë mendojnë që pas zgjidhur problemet shqiptarët dhe serbët, nuk mund të shkojnë me këtë konflikt së bashku në Europë. Këtu ka bazë për të menduar. Por problemet shqiptarë-serbe duhet zgjidhet duke marrë parasysh pjesën më nevralgjike, se nuk është vetëm Kosova, ne kemi edhe probleme tjera. I gjithë Malizi është pjesë më e madhe popullsi shqiptare që ka humbur identitetin e saj, ka humbur gjuhën, është asimiluar. Të shkosh e të ecësh, në një moment thonë jemi bosnjak, pastaj ju del që janë shqiptarë që kanë humbur lidhjet, kam gjetur dhe nga jugu që janë me emra me Ilç, Toskic, gjeta një familje atje. Nga Toskëria kishin ardhur 200-300 metra përpara, kishin shkuar atje. Kanë humbur gjuhën. Shumë tjerë i njihnin për malazez, fakt nuk ishin malazez fare. Pra ne kemi shumë probleme për të pasur. Por nuk mund të shkohet në një akordancë të madhe me vëllain serb, duke bërë sherr në një kohë zihesh me këtë vëllain shqiptar që të ka bërë nëna këtu, pra me Albinin atje. Pikërisht pra sepse Kosova nuk e ka pritur mirë dhe Donika Gërvalla, ministre e drejtësisë, ka pasur një reagim tash për kundrejtën e Ramës. Unë flas me atë që them unë. Pra ti je detyruar njohësh realitetin, por nuk e njohën e ka përcejon këtë. Po mirë bëj. Se kështu nuk njohën dhe realitetin Shqipëri. Dikush së një mua, unë së një ty, temin e Ugardë jemi në me teka, do të ish politik me teka, po jo, le ti dali u i zi vëndin, po që për teka. Tani nuk mund të shkosh me teka. Teka njohë se jam unë, ja s'kushi. Na e more jetën, faqen e zeze paq, ti dhe tjerë, po ja s'kushi. Dhe në këtë rast, servilët që kam PS, duan më shumë PS-n se sa një çështje kombëtare, se duhet flasë. Nuk shkoj politikë të jashtme duke mos njohur atë. Ore, ky është një faktor. Është një popullsi që po voton më vete nga ty. Nuk do t'ja di fare për ndikimin tënd. Ka zgjedhur atë kryeministër, atë qeveri, je detyruar ta njohësh. Dhe i detyruar të gjithë faktorin politik kosovar ta respektosh njësoj. Që kujtonë, i këj pun qafë, tonë, i shep të dele, këtu du të bësh dele dhe atje, por nuk i bën dotër. E sa do parat kesh. Maksimumi do ndikosh në një kancelar të një vendit vogël si puna Austrisë, që ato benefiti që i vinë që këtej nuk mund t'i krijojë kur në atë vend atje. Nuk mund ta bësh politikën e madhe për shumë kohë nga një vend i vogël. Ne si as Katari. Se Katari justifikon atë pasurinë që ka, po ti s'mund ta bësh. S'të lejon etika, s'të lejon mundësia e krijimit të pasurimit Shqipëri të shkosh më tej, edhe sikur të kesh takatin real. Mendoj që ka gabuar në këtë pjesë politikës. Ka gabuar, raport me këtë ka gabuar. Por që ka një frym që thotë, këta duhet të zgjidhin problemet bashkë, pastaj të vinë, dhe do vinë on blok. Ka një frym. Po i ku sot Malizi, e njerë Moldavia dhe pastaj të tjerët, jare e bit 2020. E por ndryshuam ne. Nuk ndryshon gjendja e një populli, Zoti nuk e përmirëson gjendjen e një populli që nuk do të ndryshojë dhe ai vetë. Kështu është. Ne duhet të ndryshojmë vetë, duhet të emancipojmë veten tonë, qëndrimin politik. Ne kemi 2 forca politike që kanë qenë pushtet, janë fajtore, kanë instaluar të shernaj, për nuk është fare diskursi politik i vendosur në terrenin
e të bërit të vendit. Diskursi politik është i tërë i vendosur në terrenin e zhbërjes së vendit. Pra, të gjithë faktorët që i ke atje, i ke të cilët njëri luan për të qenë në vend të parë në opozitë dhe tjetri thotë ta shtyj se ta shtyj derisa t'i vi spaku ke dera. Pra, unë mendoj që edhe të shkosh në Europë, po shkojmë pak para kohë, bile më ngacmuese është teza të shkojmë në Europë, po mos kemi drejt në vetos. Jo, më qytetar diskriminuar nuk do shkojmë. Shkojmë si gjithë tjerë. Plotësoni kushtet. Po pse nuk plotësohen kushtet? Se vetëm kapitullt 23-24 plotësosh, gjyqësorin, drejtë themelore dhe drejtësinë që vjen pjesa tjetër 24, i bie që të afektohet i gjithë ambienti politik dhe ekonomik shqiptar. Të detyrohesh pasaj të krijosh tregun e lirë nga koncesionet, monopolet e butadion. Nuk mund të vazhdoj kjo punë kështu, vetëm me deklarata politike. Dhe Europa thot, hajde plotësoj kushtet. Se ti je i zoti i vendit këtu, e ke nështruar këtë vend, e ke tjetërsuar, e ke tallur si ke dashur, po atje deri në Europë se ka mund, thot Gjermani, thot Hollandezi. Hajde futur në Europë desh.